Mirdita të gjithëve, vëllezër, motra, kudo që t'jeni, Zoti t'ju bekoj. Ja, ku jemi prapë sot bashkë vazhdojmë ecim bashkë me këto mesazhet. Sot kemi, siç e dim, pjesën e dytë. Kam kap pra ke dy letrat e Korintasve, edhe jam përqendruar ke fryma e shenjtë pra në Korint. Kjo është pjesa e dytë sot, do e përfundojmë. Folëm rreth që kaloi pjesën e parë. Okej, mos thumim kohën, si gjithmonë bëjmë një lutje, dhe t'japim mesazhin frymës së shenjtë, do të na udhëheqë dhe të vazhdojmë pastaj me këtë pjesën e dytë. Aleluja. Atë Perëndi si gjithmonë, të falenderojmë Zot që e ka që mirë, mundësinë që na jep për këtë ditë Zot që po e bekon. Perëndi, të falenderojmë Zot për besnikërinë mbi gjithë, që gjithmonë i gatshëm të ndërhysh, të na vish në ndihmë, besnikëria jote o Zot që zgjat për jetë. Perëndi, të falenderojmë për gjithçka. Japim mesazhin frymës së shenjtë, eja frymës së shenjtë na vajos, na udhëhiq në këto mesazh, bëj që të flasësh ti Zot, e lutem Perëndi si gjithmonë, shoqëroj këtë mesazh me një prekje, me një përgjigje lutje, me një shenjë, me një mrekulli, me një çudi Zot, që vetëm ti bën frymën e shenjtë. Unë lutem o Zot, të më bekosh mua, e të bekosh gjithë vëllezërit e motrat, kudo që të jenë Zot. Në emër të Jezusit falenderoj lutem. Amen. Okej, pra folëm pjesën e parë, folëm për frymën e shenjtë në Korintas, sot kemi pjesën e dytë, edhe është një mesazh, po ta shikosh nga një pikpamje, të ndihmon shumë, sepse kjo frymë e shenjtë që transformoi dhe e bekoi dhe e bëri të fuqishme një kishë të çrregullt, siç ishte ajo e Korintasve, dhe jo më kot pali fakti shkruajti 2 letra të gjata, se ishte një kishë pra shumë e çrregullt, edhe u bë kisha më rregullt, kisha më fuqishme. Kjo pse? Sepse vetëm fryma e shenjtë mund t'i transformojë gjërat, ashtu siç mund të transformojë kishën tonë, jetën tonë, familjen tonë, të dashurit tonë. Prandaj kemi nevojë shumë për frymën e shenjtë. Ku do shkojmë larg frymës së shenjtë? Ku do shkojmë larg ku të shkoj larg pranisë tënde, thot Mojsiu. Po dhe psalmisti thot ku më të shkoj unë larg frymës tënde. Prandaj po ne sot kur Mojsiu dhe psalmisti po ne, sa shumë kemi për frymën e shenjtë. Shumë nevojë kemi. Okej, se mos gaboj e lam këtu se u kam kap ta vargje tu dhe di që lash ke 1 Korintas, po unë po filloj prap, po kthehem pak më sipër, që t'i marrim prap rresh, dhe lexojmë bashkë pra edhe herë ke 1 Korintas kapitulli 6, nga 9 deri ke 11 një herë. Pra 1 Korintas 6, nga 9 ke 11 lexojmë. A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis? Mos u gënjeni, as kurvarët, as illujtarët, as shkelësit e kurorët, as zhburrëruarit, as homoseksualët, as vjellësit, as lakmosit, as pjanecët, as përqeshësit, as grabitësit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Dhe të tillë ishin disa nga ju, por u lat, por u shejtruat, por u shfaqsuat me emër të Jezusit dhe me anë të frymës të Perëndis tonë. Aleluja. Pra këtu e lexuam rreth tjetër, këtu Bibla është e qartë, sepse ne jemi të lartë tashmë, jemi të shejtruar, okay, dhe jemi të shfaqsuar fal kujt? Fal vetëm emrit fuqishëm të Jezu Krishtit dhe nëpërmjet frymës së shenjtë. Mos harrojmë, fal gjakut të Krishtit, por nëpërmjet frymës së shenjtë. Sepse është fryma e shenjtë që na zbulon fjalën, është fryma e shenjtë që na zbulon, por edhe na jep fuqi ta praktikojmë, dhe kur ne praktikojmë fjalën fal fuqisë frymës së shenjtë, ne ndryshojmë, lahemi me fjalë, nga mentaliteti i vjetër marrim një mentalitet të ri. Pra me fjalë tjera, pa frymën e shenjtë, ne asgjë do të kuptonim atë që ishim. Ne nuk do të arrishim të kuptoshim as se kush ishim në përpara, qofse nuk është fryma e shenjtë ajo që do na bindete, edhe ajo që do na lante, dhe ajo që do na transformonte dhe të na çonte këtu ku jemi. Kështu që gjithçka që na bën është fryma e shenjtë. Po vazhdoj të lexoj, po këtu ke 1 Korintas 6, lexojmë deri ke 11, po shkojmë deri ke 19. Pra çojmë deri në fund më shumë, hajtë, se gjithë aq është. Pra nga 12, 1 Korintas 6 nga 12, çdo gjë më lejohet, por jo gjithçka është e dobishme, çdo gjë më lejohet, por unë nuk do të nështrohem asnjërs,
gjellët janë për barku dhe barku për gjellët, por Perëndia do të shkatërrojë edhe këtë dhe atë. Por trupi është por trupi nuk është për kurri, por për Zotin dhe Zoti për trupin, sa mirë është kjo. Tani Perëndia siç e ringjallë Zotin ton, kështu do të ringjallë edhe ne me fuqinë e Tij. A nuk e dini si jeni se trupat tuaja janë gjymtyrët e Krishtit, të marr pra unë gjymtyrën e Krishtit dhe ta bëj gjymtyrën e një kurve, mos qoftë ashtu. A nuk e dini ju se ai që bashkohet me një kurv bëhet një trup me të, sepse thuhet do të jenë një të dy, thot Zoti, një mish i vetëm. Por ai që bashkohet me Zotin është një frymë me të. Largoni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit vet. A nuk e dini se trupi ju është tempulli i frymës shenjtë që është në ju, të cilën keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes, sepse u blet me një çmim, për lëvdoni Perëndin pra dhe trupin tuaj, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis, si njëra dhe tjetra. Pra këtu ke vargu 12, jemi ke 1 Korintas 6, vargu 12, lexojmë që edhe pse fryma e shenjtë është ai që na lan, na pastron, na shëjtron dhe na shfaqson, por më jep mu dhe ty zgjidhjen pra që ta bëjmë ose jo këtë gjë. Ne jemi të lirë. Mund të ta bëjmë, mund të mos ta bëjmë, sepse unë mund të zgjidh gjithmonë që të kthehem në gjërat e mishit, në gjërat e botës, në gjërat e jetës vjetër. Por fryma e shenjtë nuk vepron më nëpërmjet meje dhe nëpërmjet teje, qofse ne kthehemi në zgjidhjet e gabuara. Por po zgjolla frymën e shenjtë, atëherë ai na jep forcë të jetojmë për frymën e shenjtë, të jetojmë për Krishtin. Tek vargu 15 tu dhe e ke 19 shikojmë që Perëndia jo vetëm që e don jetën tonë, okay, edhe të ardhmen tonë në bashkësi me çfarë? Me Perëndin vet. Por Perëndia don që edhe trupi jon të jetë i Perëndis. Por Zoti don që ne duhet të dimë këtë gjë, që jemi gjymtyrët dhe tempulli i Perëndis. Dhe një herë që e dimë, ne të lutemi që Zoti pra të na përdori, sepse trupi nuk është më i joni, por çega i Perëndis. Ke 1 Korintas, shkojmë ke kapitulli 12, lexojmë 3 vargjet e para. Se mos gaboj lam tu, radhën që kaloj, po e fillojmë tani. 1 Korintas 12, 3 vargjet e para, lexojmë edhe pse edhe përsa u përket dhuntive frymore, o vëllezër, nuk duhet të jeni të paditur. Ju e dini se kur ishit pagan, tërhiqit pas illëve të pagoj në shtytje të çastit. Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në frymën e shenjtë nuk thot mallkuar qoftë Jezusi. Dhe ai asnjëherë nuk mund të thotë Jezusi është Zot veçse në frymën e shenjtë. Amen. Pra, këtu Pali fillon të flas tani pra për fuqinë e Perëndis. Dhe shikojmë që pa dituria, ignoranca, pra, është ajo që na mban larg nga gjërat që neve na përkasin. Nga gjërat e Perëndis. Mos kujto që gjërat që të përkasin do t'i zbulosh vetëm kur të shkosh në qiell. Këtë e përsërit edhe rast tjetër, këtu e lash në duket dhe po e përsëris akoma. Por këto gjëra neve na përkasin. Qy tani, prandaj mos humbasim gjërat që janë tonat për ignorancë. Po t'i marrim tani sepse na përkasin. Madje në qiell, kur të shkojmë në qiell atëherë ne do të zbulojmë atë që kemi humbur për ignorancë kur ne ishim këtu në tokë, sepse çdo gjë fillon tani këtu në tokë. Pra ne e unë e gjithë ne nuk duam që të hyjmë në lavdim, të shkojmë në qiell e të zbulojmë ata që ne sot për shkak të paditurisë nuk marrim atë që Perëndia ka përgatitur për ne. Nuk duhet që të shkojnë në qiell e ta zbulojë të. Ne du ta dimë tani, ta kuptojmë tani që ato që na përkasin, ti marrim tani, jo kur të shkojmë në qiell. Kemi edhe tani bekime. Pra mungesa e fuqisë në jetën tonë do për shkak të paditurisë, ignorancës. Ja pse siç thash rreth tjetër që suksesi i djallit varet pikërisht nga ignoranca jonë. Pra tek vargu 3 këtu flitet pikërisht pra në lidhje me njohurinë tonë, sepse kushdo që thot në zemër që Jezusi është Zoti, kjo vjen nga fryma e shenjtë. Dikush mund të pyesi se si mund ta di që ka apo jo frymë të shenjtë. E thash në rast tjetër. Ata që pyesin janë ata që nuk e kanë frymën e shenjtë, sepse që ka e din që e ka frymën e shenjtë. Prandaj kushdo që e ka pranuar Krishtin, kushdo që ja ka kërkuar Perëndis frymën e shenjtë, Zoti ja jep. Okej, sepse kur ju thotë që jeni prindër këtu në tokë, që jeni të këqij, dini të jepni gjëra
mira bijve tuaj, aq më shumë Perëndia jep frymën e shenjtë gjithë atyre që ja kërkojnë. Kështu që nëse ti e beson që është një person, një Perëndi, edhe e kërkon, pasi e beson, ose atëherë fryma e shenjtë të përket. Prandaj mos bëjmë këto dyshime, a kemi apo se kemi, se atëherë do thotë që se pasken, nëse ti ke dyshime. Ai që ka din dhe mjaft. Ke 1 Korintas 12, shkojmë prap, jemi po ke 12, lexojmë tani nga 4 deri ke 7. Ka larmi dhuntish, por i njëjti frym. Ka larmi shërbimesh, por i njëjti Zot. Ka dhe veprimtarish, pra ka larmi veprimtarish, po është njëri Perëndi i cili bën të gjitha gjërat në të gjitha, dhe secili i jepet shfaqja e frymës për dobinë e përbashkët. Pra, tu shikojmë veprën e çfarë? E Trinitetit. Shikojmë Trinitetin ton me funksione të ndryshme. Ati funksionin e vet ose rolin e vet, Biri funksionin e vet ose rolin e vet, Fryma e Shenjtë funksionin e vet dhe rolin e vet. Jemi këtu ke 1 Korintas 12, vargjet nga 4 deri ke 7, na zbulohet Triniteti dhe na zbulohen rolet ose funksioni i Trinitetit. Sepse vepra e administrimit i përket Zotit Jezus. Ai është arkitekti. Pa atë nuk u bë asnjë gjë nga ajo që u bë. Këtu tek dhuntit shikojmë pra që Ati na jep dhe Ati vepron. Pra vepron në çfarë? Është Ati që vepron në gjithçka. Pra çdo gjë që bëron, ideja është e Atit. Kjo është funksioni i Atit. Biri ç'a bën? Administron atë që bëron nga Ati. Edhe Ati nuk mund të bëjë asnjë gjë pa Birin. Pra shikon nga Ati buron çdo gjë, okay, pra vepron në këtë rast, ama Biri administron. Pra është arkitekti Jezusi këtu. Dhe fryma e shenjtë ç'a bën? Na e nis ose e manifeston me fuqinë e vet. Dhe këtë bën që ne mund të kemi një rritje në jetën tonë frymore. Që mund të kemi një jetë me bollek. Ky është motivi. Pra, marrim nga Ati, po si e marrim nga Ati? Si e marrim te? Nëpërmjet Birit. Po ku? Në frymën e shenjtë. Marrim nga Ati nëpërmjet Birit, por në frymën e shenjtë. Me fjalë tjera, ne duhet të jemi në frymën, pra të mbuluar nga kjo fryma e shenjtë, për të lejuar Atin me anë të Birit. Do të jemi në frymë për ta lejuar Atin të veprojë në ne me anë të Birit. Pra, në frymë do thotë jesh një me frymën e shenjtë. Ti jesh i lidhur me frymën e shenjtë. Pra, kur ne fillojmë të jemi në bashkësi me frymën e shenjtë, ne fillojmë të jemi në frymë. Pra, ti jesh në frymë do thotë ti jesh në bashkësi të vazhdueshme. Okej? Mos ta trishtosh. Po ta duash vazhdimisht. Dhe kur ndodh kjo, ne bëhemi një me frymën e shenjtë. Dhe është aty që ne me anë të Jezusit mund të shkojmë tek Ati. Amen. Pra kur ne ecim, kur ne duam, kur ne jemi në bashkësi me frymën e shenjtë, është aty që ne me anë të Jezusit, sepse ai është ndërmjetësi, ai është administratori, ai është arkitekti. Pra me anë ne mund të shkojmë tek Ati vetëm nëse ne jetojmë në frymën e shenjtë. Me këtë kuptojmë që është e pamundur të shkosh tek Ati pa shkuar më parë tek Jezusi, dhe është e pamundur të shkosh tek Jezusi nëse nuk je në frymën e shenjtë. Amen. Pa përsëris, me këtë kuptojmë që është e pamundur të shkosh tek Ati pa shkuar më përpara te Jezusi, pa njoft, pa e pranuar Jezus. Dhe është e pamundur të jesh, ose më mirë është e pamundur të shkosh tek Jezusi, nëse nuk je në frymën e shenjtë. Dhe është e pamundur të jesh në frymën e shenjtë nëse e ignoron frymën e shenjtë si person dhe si Perëndi. Pra nëse ti e ignoron si Perëndi dhe si person i tretë i Trinitetit, është e pamundur që ti të jesh në frymën e shenjtë. Amen. Pra ignoranca na mban larg nga çfarë gjëre? Nga gjërat e Perëndisë. Dhe të ignorosh frymën e shenjtë
Pra, në frymërisht kemi vetëm thatësirë nga ana frymore, pra kemi vetëm thatësirë dhe vdekje kur ne injorojmë frymën e shenjtë. Jeta jonë frymore, jeta jonë në Zotin, është e thatë kur ne nuk lagemi nga fryma e shenjtë. Ati pra pam që vepron, burimi, vepron ati, burimi, ideja, plani, është i atit, ati vepron, ati është burimi. Ama biri, Jezusi, administron, arkitekti, ndërmjetësi, pa atë nuk mund të bëjmë të asgjë. Dhe fryma e shenjtë manifeston gjithçka që bëron nga ati e që Jezusi menaxhon. Pra, Bibla thotë që manifestimi i frymës së shenjtë i është dhënë çdo njeriu. Për çfarë? Për bekimin e të gjithëve. Me anë frymës ne bekohemi. Pra, kur ne jemi në bashkësi me frymën e shenjtë, ne marrim çdo gjë që Triniteti ka përgatitur për ne. Qofse ti nuk je në bashkësi me frymën, nuk mos shkosh te Jezusi. Dhe pa Jezusin ti nuk mund të trokasësh ke ati. Dhe për nuk trokite ke ati, nuk merr asgjë nga ana frymore, je i thatë. Kështu që prandaj shikon se janë të lidhura njëra me tjetrën. Sepse ati vepron, biri administron, fryma e manifeston. Pra Bibla thotë që manifestimi i frymës është dhënë çdo njeriu, na çdo gjithëve për tu bekuar, gjithë. Por kur ne jemi në bashkësi me frymën, ne marrim çdo gjë që Triniteti si përfundim ka përgatitur për ne. Dhe një herë që fryma e shenjtë fillon të manifestohet në ne, me fuqi e me praninë e Perëndis, gjëja e parë që fryma manifeston në ne është agape, dashuri e Perëndis. Pak të dashuri, Zoti ti mund të bësh çdo gjë, por pak të dashuri nuk vlen asgjë. As si lloj vepre, sepse vetë besimi vepron, po si, me dashuri. E çfarë dashurie? Agape. E kush ta jep? Vetë se fryma e shenjtë. E kur ta jep fryma e shenjtë? Kur ti je në bashkësi me frymën. Kur ti je në bashkësi me frymën, fryma të çon te biri, e biri të komunikon me atin. Pra janë gjëra të lidhura. Ke Romakët 5, vargu 5, shkojmë pak e Romakët 5, vargu 5. Romakët 5, vargu 5 thot, por shpresa nuk turpron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Pra, shpresa nuk turpron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të kujt? Me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. E para na është dhënë. E kemi gjithë. E dyta, dashuri pa frymën e shenjtë nuk ekziston. Tu shikojmë një deklarat shumë të qartë dhe të fuqishme, kur nuk mund të duam Perëndin, ose nuk mund të duam dikë tjetër, në qoftë se fryma e shenjtë nuk na sjell atë dashuri nga qielli. Sepse çdo lloj dashurie është falso, hipokrite. Dashuria e vërtet është ajo që ta sjell fryma e shenjtë. Nuk mund ta duam Perëndin, e nuk mund të duam as tjetrin nëse fryma e shenjtë nuk e sjell këtë dashuri. Po kthehemi ke Korintas 12 vargu 31. 1 Korintas 12 vargu 31 thot: por kërkoni me zemër të zjarrt dhuntit më të mira dhe unë do t'ju tregoj një ull shumë më të lartë. Ull shumë më të lartë. Këtu ku ti referohet? Ku ka ull që marrim mend të vargun? Unë do t'ju tregoj një ull shumë më të lartë. Për çfarë ull e bën fjalë këtu? Vetë se ullës së dashurisë. Dhe këtë ta jep fryma e shenjtë. Me që jemi këtu ke Korintas, shkoj pak ke kapitulli 13, lexojmë 3 vargjet e para. 1 Korintas 13, 3 vargjet e para. Po të flisja gjuhët e njerëzve, edhe të angjëve, edhe të po mos kisha dashuri, do të bësha si një bronz që kumbon, ose si cimbali që tingëllon. Edhe si kur të kisha dhuntit e profecisë,
Dhe të dija të gjithë misteret dhe mbar shkencën dhe të kisha gjithë besimin sa të luaj nga vendi malet, por po mos kisha dashuri, nuk janë asgjë. Edhe si kur të ndaja gjithë pasurit e mia për të ushqyer të varfrit, dhe të jepja trupin tim që të digjej, e të mos kisha dashuri, nuk do të më blente asgjë. Duhet dim çfarë. Nuk është ajo dashuri që ne shqiptojmë me gojë edhe mjaft. Nuk është ajo që ne shqiptojmë ose themi me gojë edhe mjaft. Nuk është ajo që vjen nga Perëndia. Por është ajo dashuri që vjen nga fryma e shenjtë. Kur ti je në bashkësi me frymën e shenjtë. Mund të duam njerëzit në tokë, por nuk arrim të duam ashtu si që don Perëndia, po që se nuk është fryma Perëndis në qendër të asaj dashurie. Në qoftë se fryma Perëndis, në qoftë se fryma shenjtë nuk është në qendër të asaj dashuria, ne nuk mund të duam as Perëndin e as njeriu ashtu si çdo Perëndia. Po është thjesht një dashuri me gojë. Po kjo lloj dashurie me gojë është, si më themi, një shqiptim fjalash e mjaft, por nuk ka asgjë. Vazhdojmë, 1 Korintas jemi ke 13, ecim deri ke vargu 8, nga 4 deri ke 8. Dashuria është e durueshme, plot mirësi, pipakull fani. Dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smir, nuk vën në dukje, nuk rekoset, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, shpreson të gjitha, i bën çdo gjë. Dashuria nuk likshtohet kurrë, por profecitë shfuqizohen, gjuhët pushojnë dhe njohuria do të shfuqizohet. Thot, jemi këtu deri ke 8. Mjaftoni era. Atëherë, me fjalë tjera, dashuria që t'jep fryma e shenjtë nuk falimenton e nuk vdes më kurrë. Mani mente. Dashuria që t'jep fryma e shenjtë nuk falimenton e nuk vdes më kurrë. Pra dashuria është 1. Zemër gjerë ose e durueshme. 2. Plot mirësi, jo likësi. 3. Nuk ka zili, pra nuk është xheloze, po gëzohet. 4. Nuk krekoset, pra nuk ka krenari, po përulje. Nuk fryhet me njohuri njerëzore, por ecën me përullësi e njohurisë së Zotit. Nuk fryhet. Nuk sillet në mënyrë të pahishme, por sillet tamam si biri i Perëndis, me përullësi. Nuk kërkon interesat e saj, pra nuk është egoiste, por është bujare. Nuk pezmatohet, por gëzohet. Nuk llogarit keqen, pra nuk acaron, nuk shkon më tej, po llogarit vetë mirën. Nuk gëzohet me padrejtësinë, por të kundërtën, lutet dhe gëzohet me drejtësinë. Gëzohet në të vërtetën dhe jo në gënjeshtra. I duron të gjitha, jo gjysmën, ose vetëm një po një jo. I beson të gjitha, jo gjysmë për gjysmë. I shpreson të gjitha, jo gjysmë për gjysmë. Mban çdo gjë, jo 80%. Pra po të gjithë, çdo gjë. Nuk bie kurrë poshtë, që do thotë që nuk na zhgënjen kurrë. Në fakt, 1 Korintas 13, vargu 13, me që jemi këtu ke 1 Korintas 13, për shkojmë fund fare, vargu 13 thot: tani pra këto 3 gjëra mbeten, besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhe nga këto, kush është? Dashuria. Pra, nuk ka asgjë më të madhe se dashuria e Perëndis, dhe vetëm fryma e shenjtë mund të japë këtë dashuri të pakuptueshme për ne njerëzit, sepse ne njerëzit nuk e kuptojmë dot dashurinë e Zotit. Është e pakuptueshme, pa llogaritshme. Në fakt, fola për frutin e frymës së shenjtë, një nga ato
zbulesë që është dhe para, ishte pikërisht dashuria dhe fola goxha dhe sa rëndësishme ishte pra dhe atë kërkon Perëndia sepse e ka vënë në krye të zbulesës së frutit. Është dashuria. Tani kalojmë ke 2 Korintas, shkojmë ke letra 2, ke kapitulli i parë, 2 Korintas, kapitulli i parë, lexojmë vargjet nga 20. 2 Korintas, jo një pra, 2 Korintas, kapitulli i parë, lexojmë nga 3 vargje. Lexojmë 20, 21, deri 22. Ke 20 thotë, sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë në atë. Po, dhe në atë, amen, për lavdit Perëndis nëpërmjet nesh. Dhe ai që na themelon neve bashkë me ju në Krishtin dhe na bajosi është Perëndia, i cili edhe na vullosi dhe na dha kaparin e frymës në zemrat tona. Jemi ke letra 2 tani e Korintëve, kapitulli i parë, vargjet nga 20 deri 22 i lexuam, këtu Pali fillon të thotë që fryma e shenjtë është fryma, pra, është ai që na vullos. Me fjalë tjera, fryma është garancia që ne kemi rilindur. Ose që jemi shpëtuar ndoshta, se rilindja është një proces. Po, si përfundim, edhe ne na garanton edhe rilindjen. Edhe dyta, garancia që i përkasim Perëndis, edhe është një garanci kjo, dhe nuk i përkasim djallit ose botës. Por kur vjen kjo vull, pyetja është kur vjen kjo vull në jetën tonë, shkojmë ke Efesianët 1, e lexojmë 13 e 14. Letra Efesianëve, kapitulli i parë, lexojmë vargjet 13-14. Në të dhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, pasi e dëgjuat, pra, ungjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë për shpengimin e plot të zotërimit të blerë, për lëvdimin të lavdisë së tij. Pra, edhe këtu shikojmë një tjetër kapar. Pra, këtu Pali konfirmon që fryma është ajo garanci që ne i përkasim Perëndis, dhe kur kapari është kaq i sigurt, kaq i vyer dhe i mirë, po trashëgimia jon si mund të jetë? Qofse ky kapari është kaq i sigurt dhe i mirë, trashëgimia jon në Zotin si mund të jetë? Kur kjo që kemi është vetëm atëherë, kur kjo që kemi është vetëm si provë, imagjinoni sa çfarë do ndodh kur jemi në qiell, në lavdi. Kur fryma e shenjtë hyn në jetën tonë, ne kemi një njohuri të brendshme. Çfarë njohuri e kemi? Që ne i përkasim i Jezu Krishtit. Është fryma e shenjtë ajo që na thotë. Dhe e kemi këtë. Kjo është njohuri e plot, e brendshme, që fryma thotë ne i përkasim Jezu Krishtit, biri i Perëndis. Dhe kur ne i përkasim Jezusit, ne duhet që të dorëzojmë trupin tonë Jezusit. Sepse trupat tanë, siç e lexuam më sipër, janë tempulli i frymës shenjtë. Dhe kur ne dorëzojmë trupat tanë frymës shenjtë, fryma nis fuqinë dhe lavdinë e tij mbi ne. Okej? Dhe kur ne e dorëzojmë trupin ton frymës shenjtë, vetë fryma pra ç'a bën? E nis te fuqi dhe këtë lavdinë e tij e nis mbi ne. Amen. 2 Korintas 3. Shkojmë ke vargjet 17-18. Kemi kalu tani ke letra 2 të Korintasve, kapitulli 3, vargjet 17-18 lexojmë. 2 të fundit me fjalë. Sepse Zoti është fryma, dhe atje ku është fryma e Zotit, atje është liria. Dhe ne të gjithë duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbullim dhe nga lavdia në lavdi, po si prej frymës së Zotit. Pyetja është, a mundet një krishter i vërtet, kjo është, a mundet një krishter i vërtet të nënshtrohet nga demonat? Përgjigjja është jo, nënshtrimi është fjalë e rëndë, fjalë e madhe.
influencimi është gjë tjetër. Gjithë ne influencohemi nga demonat, por nuk nënshtrohemi kurrë nga demonat. Nuk mundet fryma shejt të banoj bashkë me demonin në një trup njeriu, okay? Kjo nuk ndodh kurrë. O fryma shejt, o demoni në trupin tonë. Sepse kur fryma shejt vjen në jetën tonë, çdo demon e çdo lidhje shfaroset, thyhet, coptohet. Zgjella copton çdo lloj lidhje. Fryma, kur vjen fryma ky vaj, copton çdo lloj zgjelle, se më duket e shqiptova gabim. Thash zgjella, zgjella coptohet nga fryma, me fjalë. Kur është fryma shejt, çdo lloj zgjelle coptohet. Ja pse na duhet që t'i japim mirëseardhjen gjithmonë në çdo lutje frymës shejt, që t'jetë ajo që edhe lutjen ta udhëheqë ajo. Po edhe jetën tonë ta udhëheqë. Sepse kur është fryma, aty ka liri. Kur është fryma, demonët nuk mund të rrinë. Kur është drita, errësira zhduket. Pra që kështu trupi jon të bëhet tempulli i frymës shejt, okay, ja pse duhet pra që ne t'i japim mirëseardhjen frymës shejt, që ne të qëndrojmë e t'jemi tempulli i tij. Tek vargu 18 shikojmë që Perëndia na transformon nga lavdia në lavdi. Çfarë do thotë? Dita ditës. Nga lavdi në lavdi për frymën e shejt. Pra, kur është fryma e shejt, vijnë 3 gjëra. 1, jemi atë pra që lexuam edhe ke Efesianët, jemi të vulosur dhe jemi garancia e Perëndisë. Kjo është fryma e shejt. 2, jemi të liruar nga zinxhirët e mëkatit. 3, shndrohemi, rritemi nga lavdia në lavdi. Janë këto 3 gjëra. Po dikush më thot, kur fryma e shejt është në ne, si mundet që të jemi të lidhur nga demonat? Shkojmë ke Romakët 6, vargu 16. Romakët 6, vargu 16 thot: A nuk e dini ju se nëse e tregoni veten shëpëtor të atij që i bindeni, jeni shëpëtor të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjegjes ose bindjes për drejtësi. Pa tu po thot që kur ne i hapim vend çdo gjëje që është kundër Perëndisë, pra jo frymës shejt, atëherë vin lidhjet në jetën tonë. Jemi ne që e vendosim, jemi ne që e zgjidhim. Por kur ne hapim vend frymës shejt, atëherë lidhjet nuk mund të rezistojnë. Sepse aty ku është fryma e shejt, aty ka liri. Pra nuk kemi se çfarë t'i shtojmë fjalës Perëndisë. Fjala e Perëndisë është e saktë, por na duhet të besojmë në fjalën e Perëndisë, sepse atë që Perëndia është, atë që Perëndia ka shtruar, ajo është i liruar. Amen. Ecim ke 2 Korintas 4, vargu 13. Shkojmë prapë ke letra 2 të Korintasve, për kalojmë ke kapitulli 4. 2 Korintas 4, vargu 13, Bibla thot: Por duke pasur të njëjtën frymë besimi, sikur është shkruar, unë besova, prandaj fola, edhe ne besojmë, prandaj edhe flasim. Pra këtu shikojmë një gjë tjetër interesante, sepse shikojmë që është fryma e shejt ai që nis besimin në zemrën tonë për të besuar në gjërat e pa mundura, e pa besueshme. Gjërat që janë të pa mundura për njeriu, me anë të frymës bëhen të mundura. Pra fryma nuk është vetëm çliruesi jon, por është edhe ai që nis besimin në zemrën tonë. Me fjalë tjera, ne nuk mund të bëjmë asgjë për frymën e shejt. Sepse fryma na vulos. Fryma na çliron. Fryma na shndron nga lavdia në lavdi. Dhe fryma nis edhe besimin në zemrën tonë. Pra besimi nuk është diçka. Besimi është dikush, dikë. Pra është një person, me pak fjalë. Dhe ky person, dhe ky besim, që është dikush dhe jo diçka, e ka emrin Jezu Krishti. Bibla thotë që besimi vjen
Dhe fjala vjen, dhe kështu në bën të kuptojmë që mu themi, më thojza ka kamp, hec ka lëvizësha. Një farë mënyrë, derisa vjen, do thot që lëviz. Okej? Është besim, nuk është për kështu me kuptimin e drejt për drejt, po është si përfundim, vetë besimi është vetë Krishti. Pra, shikojmë që është dikushi, jo diçka. Edhe vjen, kur ne ftojmë. Në fakt, ke Romakët 10, vargu 17, që thot ke Romakët 10? Romakët 10, 17 thot që besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Pra, kur vjen besimi? Kur fjala predikohet, kur fjala ungjillizohet, kur fjala deklarohet, kur fjala aplikohet, dhe atëherë vjen besimi. Kur fjala deklarohet, fryma e shenjtë manifestohet, sepse fryma është fryma e besimit. Dhe mos harroni, besimi është një person. Okej, nuk është vetëm diçka, po është dikush, është person, dhe kur fryma e shenjtë vjen, ai e nis besimin në ne. Apostulli Paul përfundon letrën e 2 Korintës me bashkësi me frymën e shenjtë. Fakt, na duhet ta lexojmë. 2 Korintas 13, vargu 13. Korintas, kapitulli i fundit, vargu 13 e 14, fundit. Ke 12 thot, përshëndetje njëjtëti me një puthje të shenjtë, pastaj thot të gjithë shejtorët ju përshëndesin, pastaj përfundon 1. Hiri i Zotit Jezu Krisht. 2. Dashuria e Perëndis. 3. Bashkësia e frymës shenjtë, tu shikojmë Trinitetin prap në një varg, qofshin me ju të gjithë. Amen. Bashkësia e frymës shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. Pra, tek kapitulli i parë foli për besimin ton që stabilizohet në fuqinë e Perëndis. Dhe vazhdoi të prezantoj frymën e shenjtë si fuqinë e Perëndis. Por këtu shikojmë që Pali e përfundon te librin e Korintasve, ose këta letrën e 2 Korintasve, duke prezantuar frymën e shenjtë si një person dhe Perëndi, pjesë e Trinitetit, ku ne kemi bashkësi me të. Okej? Pra, fryma e shenjtë është fuqia e Perëndis, por edhe një person ku ne kemi bashkësi me atë. Dhe kjo bashkësi me frymën është shumë e rëndësishme, sepse nuk mund të rrim dot pa frymën. Bashkësi me frymën, do thotë do të rrim bashkësi me frymën. Kjo është ajo që na mban të gjithëve. Pra bashkësia e frymës shenjtë do thotë 1. Prania që prezantohet në zemrën tonë. 2. Bashkësi intime ose të përzemërt, pra, sepse prania e frymës do thotë bashkësi. Dhe bashkësi do të thotë prania. Pra kjo bashkësi e çmuar me frymën e shenjtë ku ne dhe ai bashkë flasim njëri me tjetrin. Dhe kështu pra e njohim akoma më mirë. E treta, pjesëmarrës me frymën. 4. Të ndajnë gjërat me frymën, sepse fillon të ndajnë gjërat me ne. Pra fjala bashkësi me frymën do thotë përzemërsi, intimitet, sepse ndodhemi në një relacion intimo me frymën e shenjtë. 5. Por do thotë edhe miqësi. Dhe është gjë e bukur që fryma e shenjtë jetë edhe miku jon. Sepse kështu ne kemi ku të mbështetemi. Okej? Dhe kemi ku shput ta ndihmojmë me pak fjalë, nuk çekemi vetëm. Zoti nuk na la vetëm. Nuk na la bonjak, na dërgoi frymën e shenjtë. Në fakt ne kemi ku të mbështetemi, sepse kemi dikush që na ndihmon. Pra bashkësia e frymës shenjtë qoftë me ne, thot Pali, dhe fjala bashkësi në greqisht do të thotë koinonia. Bashkësi. Në fakt, po lexoj edhe një varg tjetër, ke 1 Korintas, po kthehem ke letra e parë e Korintas, ke kapitulli 2.
1 Korintas, kapitulli 2, vargjet nga 9 deri në 11 lexojmë. Por, sikur se është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemrën e njerëzit janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Por Perëndia na i ka zbuluar me anë kujt? Me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë dhe të thellët e Perëndisë. Sepse cili nga njerëzit pra një gjërat e njeriu përveç se fryma e njeriu që është në të, po kështu asnjëri si një gjërat e Perëndisë përveç frymës së Perëndisë. Mund të shkojmë deri 13, hajt, me gjashu. Pra jemi ke 1 Korintas 2, lexova nga 9 deri në 11, po shkoj deri 13. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto dhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituri njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke krahasuar gjërat frymore me fjalë frymore. Pra, sa rëndësishme, lexoni dhe këto vargjet. Pra, 1 Korintas, kapitulli 2, vargjet nga 9 ke 13. Se ja livardisti lexosh këto dhe nuk kuptoj çdo gjë, se sa rëndësishme që e ka fryma e shenjtë. Nëse unë desha e kap pak të, është një mesazh fakt i veçantë nga gjithë mesazhet, se i mora këto 2 letrat e Korintasve bashk, sepse siç e dim, për ato që nuk e din, kisha e Korintasve ishte nga kishat më të çrregullta, më problematike, ama Pali shkruajti 2 letra të mëdha, të gjata, edhe u kthy, u transformu në një kishë fuqishme. Dhe kjo shikojmë se sa herë Pali i fliste për frymën e shenjtë dhe gjithë ato që i bëjnë kujdes këto letra, ose ato kisha që kanë këto probleme, ose njerëz, ose familje, të marrin të lexojnë këto 2 letrat e Korintasve, edhe të japin misaras frymës shenjtë, dhe do shikojnë se si fryma e shenjtë transformoi një kishë kaq të çrregullt, e bëri kishë fuqishme, aq më shumë do bëj jetën tënde, familjen tënde, po dhe kishën ku ti i përket, sepse vetëm me anë të frymës shenjtë gjërat pra ndryshojnë jetën tonë. Prandaj është rëndësishme që të dimë sa gjëra, mënyrën se si Pali i shkruan gjërat nuk i shkruan kështu kot, por vetë fryma e shenjtë, si më themi, kur i vendos sepse kanë domethënie shumë interesante dhe të rëndësishme, dhe në fakt duhet i vëmë gjithmonë rëndësi këtyre gjërave. Po lavdi Zotit për frymën e shenjtë, ne si jemi vetëm, nuk na la bonjak, Krishti më të vërtet përfundoi çdo gjë, kur iku na dërgoi ngushëlluesin. Edhe japim mizares ti ngushëlluesi që të na bekojë, që të na udhëheqi, që të qëndrojmë me ne. Dhe është vetëm fal kësaj fryme që ne mund të demonstrojmë dashurinë që kërkon Perëndia. Fal frymës ne demonstrojmë që Krishti pra është me ne, që Perëndia na do, sepse vetëm kështu mund të jemi në kontakt me Perëndin, sepse vetë fryma është fryma e Atit dhe fryma e Birit. Dhe ne jemi tempulli, kështu që ne përfaqësojmë pra çfarë? Trinitetin. Pra Triniteti banon në zemrat tona. Ne jemi mbartës të Trinitetit. Edhe si përfundim ne jemi pra ungjilli i 5. Janë 4 ungjij. Mateo, Marku, Luka, Gjoni edhe ne krishterët 5. Bota ta lexojë ungjillin me anë të nesh. Për qoftë se fryma e shenjtë nuk është, qoftë se ka dashuri, nuk bëron, nuk i bind botën. Pra ka diçka që nuk shkon në qoftë se fryma e shenjtë nuk është. Por kur është fryma e shenjtë, ajo lëviz, ajo demonstron. Ajo të manifeston se kush ti je në realitet. Pra që më të vërtet ti je Krishti, sepse dashuria që bëron është ajo Krishtit, është ajo Perëndis. Dhe pak të fryma e shenjtë, çdo lloj dashurie nuk vlen. Nuk ekziston mbi gjithë dashuria. Dashuria e vërtet vjen vetëm nga fryma e shenjtë. Dhe folën fakt për frutet, sa rëndësishme pra ishin dhe frutet, dhe aty pam zbulesa parë e këtij fruti pra, që janë 9 zbulesat, ishte pikërisht pra dashuria. Dhe se shpjegova se sa rëndësishme dhe si vjen dhe si jepet ky frut, si manifestohet ky frut. Dhe gjithë çelësi pra është pra të qëndroj me Krishtin. Po të qëndrosh me Krishtin, pa frymën e shenjtë mund të qëndrosh. Që të marrësh nga Perëndia, pa frymën e shenjtë më do të asnjë. Sepse çdo gjë pra është e lidhur pra Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Okej, shikojmë tani javën tjetër që Zoti do na vë në zemër. Janë ca gjëra ndoshta flasim për ndaj besim më të forta, mos kemi frikë që të kërkojmë gjëra që na përkasin. Po shikojmë, Zoti t'ju bekoj për sot.
edhe takohemi javës tjetër. Mirupafshim, bekimet gjithëve.